Deri në muajin e 6, një foshnjë nuk duhet të ushqehet, madje as ujë nuk i jepet fëmijëve. Deri në muajin e 6, a duhet me dhënë gjip pak më shpesh apo mjafton çdo 3 orë që tha? Ujë nuk duhet me dhënë bebës deri në 6 muaj derisa të fillon ushqimi. Pse? Qumshti i gjinit i plotson edhe nevojat e ujit. Do të thënë, qumshti i gjinit ka edhe ujë. E ka absolutisht, nuk ka nevojë. Mas 6 muajve, posa të fillon ushqimi, duhet në fund me ia dhënë 2-3 lugë, 3-4 lugë ujë. Do të thënë fillon uji. Pse nuk duhet me i dhënë ujë fëmis para 6 muaj, është se lukthi mbushet me ujë, madje kur vjen me thith ma pak. Mundet edhe me ndodh tup peshë. Prandej nuk rekomandohet. Mas 6 muajve po. Mas 6 muajve po. Po njëjtë shkon kohëzgjatja, do të thonë edhe deri në 6 muaj nuk i japim pak më shpesh. Për shembull çdo 2 orë, në kohën kur i kam rritur fëmijët e kemi pas çdo 2 orë. Po, nëse beba është pak më nën peshë, jepet më shpesh. Më shpesh gjë. Nëse fëmia beba sa më tepër të rritet, ai pin ma rrallë, po ma gjatë. Edhe nana prodhon gjim ma shumë.